Kemi kënaqësinë së sot me ne përmes një lidhje direkte të kemi priftin Marian Topalli. Përshëndetje dhe fillimisht urime festa. Përshëndetje, faleminderit edhe juve. Do doja që këtë lidhje direkte ndonë se e kishim planifikuar ndryshe në fillim disa fjalë, një koment për lajmin për vdekjen e Papa Franceskut, ju lutem. Natyrisht ndjej keqardhje dhe uroj që ta gëzon Parizin pranatit dhe sapo u informova dhe unë pak para se lidhem direkt, kështu që ndjej një keqardhje të thellë. Ishte era fundit që takova në tetor të vitit të kaluar dhe gjithkisha tashmë lutet për shpirtin e tij dhe ndjen keqardhje. Çfarë mbani mend nga ai takim? Po, ka qenë takim në nivel akademik, me qenë se unë jam në specializim në Rom, aktualisht jam në pushim tek familja. Gjithmonë ajo butësia atrore dhe kujdesi i veçantë që ka pasur ai ndaj secilit njeri. Po. Ndërkohë sot po vazhdon edhe kremtimi i pashkëve, si po e kaloni ju këtë ditë sot? Po, sigurisht jemi duke kaluar mirë pas kremtimit të festës më të madhe të Krishterë, pra zemra festë katolike. Jemi duke kaluar mirë pas festës, meshës, bashkë me të gjithë njerëzit. Këtë vit më takon mirë se jam edhe me familjarët e mi dhe me miqtë e mi të afër, me qenë se jam në pushime. Dhe kështu që jemi duke përjetuar thellësisht dhe me një ndjenjë falënderimin ndaj Zotit festën e Pashkëve. Cili është mesazhi që bartet përmes kësaj feste? Zakonisht në këto festa gjithmonë është ajo paqja, solidariteti, thirrjet që bën. Kështu që ai mesazhi kryesor përmes kësaj feste. Atëherë, e vërteta e kësaj feste ka të bëjë me triumfin e jetës mbi vdekjen, pra Jezusi e ka mposhtur një herë për gjithmonë vdekjen, pra duke u ngjallur për të vdekurish. Dhe kjo është fuqia, pushteti i fesë së Krishterë, atë që Zoti dëshiroi ta realizojë me ngjalljen e Krishtit për ta shpëtuar njeriu dhe njerëzimin. Natyrisht, gjëra të tjera të cilat në përditshmërinë tonë apo gjatë festave i bashkëndajmë njëri tjetrin, urimet e paqes, dashurisë, solidaritetit, afërsisë e me gjitha kujdesit, por ajo që do ta karakterizoj është gjithmonë besimi i thellë dhe bindja që Zoti i vërtet ka triumfuar me jetën e tij mbi vdekjen, dhe kjo na jep atë guximin dhe atë besimin e fortë mbi të gjitha shpresën për një jetë të amshueshme. Edhe në Kosovë ka organizime të ndryshme, kështu që do doja pak ndalëshëm tek ajo se si shënohet në Kosovë kjo festë. Natyrisht, në të gjitha kishat familjetare në Kosovë është organizuar dhe është kremtuar mesha e shenjtë e Pashkës. Qendra është gjithmonë në katedralen Shënën Tereza në Prishtinë, që ka qenë vigjilja Pashkë, udhëhequr mesha e shenjtë nga i pezhi ynë Imzodo Xherxhi me pjesëmarrje të jashtëzakonshme të besimtarëve dhe miqve dashamirëve. Natyrisht e gjela Pashkëve secili nëpër famullitë e tyre, dhe mua më takoi të jem këtë vit në famullinë time në kishën e Zojës Rozare në Bishtazhin, dhe kam përjetuar vërtet me një gëzim të madh, sepse pas shumë viteve më takoi të jem edhe unë këtu. Sigurisht që organizohen secili në mënyrën e vet, e pjesëmarrjen e besimtarëve, dhe pastaj sipas traditës kanë që dalin nëpër familje dhe bashkëndajnë urimet e kësaj feste. Edhe një mesazh të fundit për Pashkë dhe një urim për ndoshta gjithë qytetarët që na ndjekin tani. Natyrisht dëshiroj që me gjithë zemër dhe uroj që të gjithë besimtarët katolik dhe jo vetëm ta përjetojnë ngjalljen e Krishtit në një mënyrë të jashtëzakonshme dhe me një besim të thellë në zemrat e tyre, duke filluar nga bindja personale, ajo ngjallje dhe besimi dhe dashurisë në familje, pastaj në shoqërinë të cilën jetojmë, duroj që paqja e Krishtit të mbretërojë dhe ngjallja e Krishtit të prek zemrat e gjithë njerëzimit për paqe dhe dashuri në botë. E kam vetëm edhe një pyetje të fundit, të lutem. Zakonisht në këto festa, këto thirrjet për paqe vijnë shumë edhe nga krerët politika, por në fakt, në realitet, sa klasa politike kontribon në këtë tolerancën fetare në vendin tonë? Unë realisht me qenë se jam në studime në Itali, në Rom, momentalisht kam pak qasje në informacionet e zhvillime politike në Kosovë, kështu që uroj dhe besoj që secili të jetë... Nga ajo që shihni që dëgjoni, pra? Po, uroj dhe besoj që secili me të vërteta përjeton një paqe në zemrën e vet, personalisht secili njeri, secili politikan, secili qytetari i Kosovës, dhe ta bashkëndan dhe ta ketë si qëllim për ta atribuar me të tjerë.
Natyrisht. Faleminderit shumë për këtë lidhje. Kaloni sa më mirë sot. Faleminderit juve.